Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Mbajtur si vdiq profeti kur Abasi dhe Abu Sufjan ibn Harbi i ofruan betimin e besnikërisë për khalifatin. O njerëz, bëjuni ballë tallazeve të ligësive me barkat shpëtimtare, shmanguni nga rruga e përçarjes, e flakeni tej kurorën e krenarisë. I begatë është kush flatron e që përndryshe është paqësor e jep qetësi për të tjerët. Ajo është si ujë i turbullt apo kafshata mbytëse për atë që e pije gëlltit, ai që i vjel frytet para pjekjes është si ai që ka mbjellur në arën e tjetrit. Në folë që do më quajnë të babzitur për pushtete, po të ruaj qetësinë do thoni trembem vdekjes, kjo nuk do të më kishte fare hije pas tërë atyre provave dhe sprovave, por Allah i biri Ebu Talibit është më i afërt me vdekjen se sa fëmia me gjoksin e mëmës së vet. Unë kam dije të fshehura, po t'i zbuloja do dridheshit cilitarët që ndjekin kovën në puset e thellë.